Në sheshin pranë Bashkisë së Durrësit u zhvillua të njëjtën më 14 maj 2026 një aktivitet festiv dhe kulturor i organizuar nga Shkolla Frymë Dashurie, pjesë e Fondacionit Fryma e Dashurisë, me bekimin e fortlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, i Zot Joanit. Aktiviteti mlodhje së bashku nxënës, prindër, mësues dhe qytetar të shumt, duke kthyer qendrën e qytetit në një hapësirë të mbushur me art, kulturë, emocione dhe energji rinore. Përmes performancave artistike dhe prezantimeve kreative, nxënësit përcollën mesazhe dashurie, shprese dhe bashkëpunimi. Programi artistik përfshiu ekspozitë fotografike, projekte shkencore, këngë dhe valle, poezi, recitime, monologje artistike, si dhe performanca të frymëzuara nga jeta dhe përvoja shkollore. Publiku i pranishëm mirëpriti me duar trokiti interpretimet dhe talentin e nxënësve, të cilët dëshmuan për kushtimin dhe punën e vazhdueshme të shkollës në edukimin dhe zhvillimin e tyre të plot. Përfaqësues të shkollës dhe të fondacionit u shprehën se ky aktivitet synon të afrojë komunitetin me vlerat e edukimit, kulturës dhe formimit shpirtëror, duke krijuar ura bashkëpunimi mes familjes, shkollës dhe shoqërisë. Sot nuk jemi këtu vetëm për të parë një program të bukur artistik, jemi këtu për të dëshmuar se shkolla është më shumë se një ndërtesë ku zhvillohet mësimi. Shkolla është një hapësirë ku fëmijët rriten, formohen, zbulojnë talentet e tyre, mësojnë të bashkëpunojnë, të shprehen me dinjitet dhe të besojnë te aftësitë që Zoti u ka dhuruar. Shkolla Frymë Dashurie në Durrës ka si mision të ofrojë një edukim cilësor, të mbështetur në dije, në kulturë, në përkujdesje dhe në vlerat njerëzore. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton kujdes të veçantë. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një mjedis ku të rritet i sigurt, i vlerësuar dhe i nxitur për të dhënë më të mirën e vet. Për këtë arsye, puna e përditshme e mësuesve tanë të talentuar dhe të përveçëm është dhe nuk kufizohet vetëm në tekstet shkollore, por shtrihet edhe në edukimin e karakterit, në zhvillimin e krijimtarisë dhe në formimin e qytetarëve të përgjegjshëm për të sotmen dhe të ardhmen e vendit tonë. Veprimtaria e sotme është një ftesë e hapur për të gjithë ju, për të gjithë prindrit që kërkojnë që fëmijët e tyre të shkollohen në një shkollë me frymë familjare, me përkushtim, me seriozitet pedagogjik dhe me vëmendje të veçantë ndaj çdo nxënësi. Është gjithashtu një dëshmi se fëmijët tanë duhet të rriten të bukur si kundër janë, të udhëhiqen me dashuri dhe profesionalizëm, mund të shkëlqejnë jo vetëm në mësime, por edhe në art, në kulturë dhe në jetën shoqërore. Aktiviteti u zhvillua me mbështetjen e Fondacionit Fryma e Dashurisë, i cili vijon të kontribuojë në promovimin e arsimit cilësor, kulturës dhe vlerave njerëzore në komunitet. Në përfundim të aktivitetit, organizatorët njoftuan se regjistrimet për vitin e ri shkollor vazhdojnë dhe mirëpresin të gjithë prindrit që kërkojnë për fëmijët e tyre një edukim me vlera, kulturë dhe kujdes të veçantë për zhvillimin akademik dhe shpirtëror.